dhe premtimin apo sigurin që përshfaqi jo vetëm kryeministri në atë konferencë të përbashkët për shtypje Martakos, se brenda kësaj dekade ne antarësohemi në familjen e madhe europiane. Për ju çfarë prodhoi ajo konferencë? Tashmë është e dukshme, Ola Bile, dhe shpesh e ka thënë dhe kryeministri që janë bërë yjet bashkë dhe normalisht tashmë Bashkimi Evropian e ka vendosur në fokus këtë gjë dhe gjithkush e di, mjafton të lexojë situatën sot në botë dhe dikush e di dhe e kupton që neve na ka, po themi, na janë sistemuar gjëra në mënyrën e dur, por unë do të thoja këshilla ime dhe për kryeministrin duhen bërë detyrat e shtëpisë dhe sepse nuk situatat lus edhe dëshiroj që situatat mos ndryshojnë, por situatat mund të ndryshojnë në favore të ndryshme, por ajo që jep kuptim procesit dhe që na bën ne të domosdoshëm dhe që jep një përgjigje pozitive këtij procesi ashtu siç është vendosur në fund të 2030-s, janë pikërisht detyrat e shtëpisë, janë punët që duhen bërë dhe që të jemi sinqert, përveç një pune të mirë, do thoja unë, në një proces të parafrimit, pra procedurial, ajo që ne mburremi dhe kryeministri mburre dhe që me të vërtet është bërë një punë e mirë, janë procedura, por në fakt brenda tyre ai parafrimi i kapitur dhe gjitha ka të bëjë me detyrat reale dhe me plotësimet reale të gjithë grup kapitujve me gjëra konkrete. Mua nuk më duket që jemi në rrugtimin e dur për gjërat konkrete, që jemi sinqert për këtë gjë. Pra ecim me këtë idenë që Bashkimi Evropian do ta pranojnë, patjetër, dhe ecim shumë mirë me rrugtimin procedurial, por nuk më duket që jemi me substancën siç duhet. Qoftë për të drejtat themelore, mjafton të përmendim rastin Balluku dhe do duhet dhe gjithë e dim se si në gjuhën e mediave i thoni juve se si kërcet kjo gjë në ato që quhen pikërisht të drejtat themelore dhe ndërhyrje e sistemit ekzekutiv në atë qoftë gjyqësorin, gjyqësorin do thoya në rastin konkret. Kështu që kemi shumë për të bërë dhe jemi, për mendimin tim, nuk jemi siç duhet, kemi probleme të forta në substancë. Kush është detyra më kryesore e shtëpisë që duhet përmbushur në gjykimin tuaj dhe që ka vështirësi për t'u përmbushur? Pra, a mjafton përfundimi i kësaj dekade në gjykimin tuaj për t'i përmbushur të gjitha detyrat e shtëpisë dhe për të aderuar në familjen e madhe europiane, apo do duhet më shumë kohë? Në fakt, me sa kuptoj unë, problemi është që nuk është thjesht e vetëm një detyrë, mjafton të mua më duket që diçka gjërat kanë rrjedhur jo vetëm tani, që pas zgjedhjeve, tre problematikat e pas zgjedhjeve, pra e momentit të zgjedhjeve, që është 1, patronazhimi, 2, grupet kriminale, pra bashkëndimi disa gjëra me grupet kriminale, dhe 3, që është ndoshta edhe nga më të fortat bashkë me patronazhimin, që është bërja pra marrja pjesë administratës publike në zgjedhje dhe ajo që u tha pra mos ndarja e pushtetit partiak me pushtetin ekzekutiv, për mua që këtu kanë filluar problematikat dhe nuk më duket që kanë marrë një zgjidhje, nuk më duket që mazhoranca i ka konsideruar këto gabime të rënda, faje do të thoja unë, që i ka kryer në zgjedhje, por është mjaftuar me faktin që opozita nuk është ngritur në nivelin e dur për këtë kompeticion, për ta konkuruar, dhe këtu qëndrojnë problemet më të forta dhe vazhdojnë ende me... Në cilin aspekt e thoni këtë, të opozitës? Jo, e them në aspektin sepse në qoftë se do kishte pasur po themi një konkurim të fortë të opozitës, nuk do të kishte kaluar kaq lehtë dhe kaq thjesht këto gabime dhe këto faje të rënda që për mua mazhoranca ka bërë në zgjedhje.
Kështu që përveç këtyre... Po që të bënde më shumë se kaq? Qarë mendoni se mund të bënde më shumë se kaq? Që ka denoncuar, ka pritur hetime për atë që ndodhi në zgjedhje? Jo, nuk e kisha në këtë këndvështrim. Nuk e kisha që opozita nuk ka bërë sa që duhet për këto tre gabime në këtë faj. E kisha që vetë kompeticioni që ka mazhoranca me opozitën i ka krijuar luksin, po e quaj kështu, që ti marri lehtë këto gabime. Gjendjen të opozita e keni fjallën, edhe me atë që ndodhi me zgjedhje, të rikonfirmimin e zotit Berisha, zgjedhje pagar. Të gjitha këto në gjykimin tuaj ndikojnë atë që nuk duhet jetë opozita e sotme? Këtë po thoni? Jo, po them që shiko, këto shkelje kanë të bëjë kryesisht edhe me ato që quhen themelore nga ana e Bashkimit Evropian, që kanë dhe është shumë e rëndë që këto lloj shkeljes janë shumë të rënda që të ndërhysh në të dhënat personale të çdo personi, ti menaxhosh ato në drejtimin në drejtime personale politike, të bëhen ato pjesë partijake e të gjithë antarëve të ekipeve të shumë të mazhorancës, të kemi probleme me krimin e organizuar, të gjithë administrata publike që duhet të jetë e gjithë shtetit, e gjithë qytetarëve të angazhohet në këtë lloj mënyre, ne të gjithë e dim se si dërgohen edhe në rrjete, se si kërcënohen në një lloj kuptimi me vendin e tyre të punës për të bërë, dhe të gjitha këto janë gjëra shumë të rënda dhe vazhduar këto edhe me rastin Balluku dhe me qasje... Balluku nuk pengoj, tha zëvendës kryeministri sot, ecjen përpara të Shqipërisë drejt familjes europiane, duke ju referuar pikërisht rezultateve që prodhoi konferenca e 8 ndërqeveritare. Çështja Balluku nuk e pengoj, tha. Ndryshe do kishim ngecur. Shiko, Ola, ne kemi një problem, atëre po e them edhe në shkoqur akoma, qoftë edhe për opozitën që thash përpara. Ne kemi një problem shumë të fortë dhe shumë të rëndë. Kemi elefantin në mes të dhomës, qoftë opozita, qoftë pozita, dhe antarët kryesorë të secilës palë nuk e shikojnë. Çfarë dua të them me këtë? Dua të them që të gjithë ministrat dhe përfaqësuesit kryesorë të pozitës pothuajse nuk kanë asnjë lloj aksesi në lidershipin e Edi Ramës, po e personalizojnë. E njëjta gjë po ndodh edhe me opozitën. Askush nuk ka kurajon të dali jashtë personalizimit dhe të përfaqësojë që është tërësisht normale që ti të ngrihesh deri në nivelin që atë që thua, ati ta thuash se me të vërtetë e beson dhe me të vërtetë është një objektiv një programi të partisë. Tu bëhet fjalë për një qasje personal, pra për një personalizim të pushtetit, dhe kjo gjë është e dukshme dhe nuk ka duket gati qesharake për rëndësimet e personazheve politike, kur çdo gjë dirigjohet nga leadershipi rasti konkret i Ramës dhe Sali Berisha. Është shumë e dukshme kjo gjë. Dhe në këtë këndvështrim e kam fjalën që kushdo që të flasin nga pozita kuptohet që thjesht mbron këtë linjë dhe në fakt nuk ka një bashkëbisedim të pastër profesional që mbështetet në një ecuri konkrete që është demokratike, që është me vërtet mbështetet në shtetin e së drejtës që është nga themelet e Bashkimit Evropian, edhe me vërtet ne do duhet ta kuptojmë dhe ta besojmë si të tillë. E kuptoj, po nuk më tha cila ishte detyra më e vështirë e shtëpisë që Shqipëria ka.